Informacionet e mbledhura nga burime amerikane dhe perëndimore sugjerojnë se presidenti rus Vladimir Putin ka ndryshuar drejtimin e fokusit të tij të menjëhershëm në luftën kundër Ukrainës, duke u përqendruar më shumë në arritjen e objektivave afatshkurtra. Ky ndryshim ka si qëllim konsolidimin e kontrollit mbi territoret që forcat ruse kanë pushtuar dhe forcimin e ekonomisë ruse, e cila po përballet me sfida serioze, sipas disa burimeve të njohura me raportet e inteligjencës që kanë folur për CNN. Ndryshimi tregon një devijim nga vlerësimet e mëparshme të shërbimeve të inteligjencës, të cilat sugjerojnë se Vladimir Putin beson se situata në fushë betejë ishte në favor të tij dhe se kishte forcën dhe mundësinë për një luftë të gjatë kundër Ukrainës së dobësuar me synimin për të marrë në kontroll të gjithë vendin. Perceptimi që mund të sugjerojë një ndryshim në mendimin e Putinit është në përputhje me mendimin e presidentit të SBA-s Donald Trump dhe negociatorët e tij, që besojnë se Putin mund të jetë tani më i gatshëm të shqyrtojë mundësinë e një marrëveshje paqe. Megjithatë, zyrtarët amerikanë mbeten skeptik ndaj pretendimeve të Putinit se ai është i interesuar për një marrëveshje paqe, pavarësisht se propozimi i SBA-s përmban kushte që janë në favor të Rusisë, duke përfshirë njohjen e një pjesë të madhe të territoreve të kushtuara. Ka një besim të gjerë që edhe nëse Moska pranon marrëveshjen aktuale, mund të tentojë të rinovojë luftën dhe të pushtojë më shumë territore të Ukrainës në të ardhmen. Një zyrtar i lartë i inteligjencës perëndimore tha se Putin mund të pohojë një qasje më të matur në objektivat e tij, duke përshëndruar tani në qëllime më të arsyeshme dhe afatshkurtra. Përveç kësaj, presioni i administratës Trump, e cila kërcënon me sanksione shtesë dhe kriza ekonomike e Rusisë, mund të vendosin Putinin në një pozicion të vështirë. Megjithatë, në negociata theksohet mundësia e investimeve të mëdha amerikano-ruse në rastin e një përfundimi të luftës që SBA e sheh si një mundësi historike. Një burim evropian tha se Moska mund të jetë e gatshme të kufizojë përkohësisht objektivat e saj për të përmirësuar marrëdhëniet me Washingtonin, por paralajmëroi se qëllimet afatgjata të Rusisë përfshin përdorimin e forcës ushtarake, presionit ekonomik dhe ndikimit politik për të realizuar objektivat e Putinit jo vetëm në Ukrainë, por edhe përtej saj. Edhe pse agjencitë e inteligjencës amerikane paralajmëruan për prioritizimin e kontrollit të Ukrainës nga Putini, ata gjithashtu besojnë se ai mund të përpiqet të shfrytëzojë çdo mundësi për të përfituar nga administrata e re amerikane, që është më e fokusuar në arritjen e marrëveshje të shpejtë. Megjithatë, shumë analistë dhe politikanë ndryshojnë se Putini dhe rrethi i tij po negociojnë me sinqeritet, duke besuar se ata mund të synojnë ndalimin e luftës përkohësisht deri fillimin e saj më vonë. Sipas disa zyrtarëve të lartë amerikanë, qëllimi i Rusisë mbetet të fitojë sa më shumë territor të njohur ndërkombëtarisht dhe të lërë Ukrainën të dobësuar. Ata nuk shohin indikacione se Putini mund të pushtojë Ukrainën, veçanërisht duke pasur parasysh se forcat e tij nuk kanë pasur mundësi të avancojnë vijën e frontit për një kohë të gjatë. Në fund, disa zyrtarë të inteligjencës dhe politikës janë të mendimin se është koha për të trajtuar Putinin si një kriminal të luftës, mashtrues, duke e shtyrë përballë pasojave të veprimtarive të tij.